Ku pas kërcënim, shantazhe, pranova me adhon 2 banesa. Në çdo muaj ka 900 euro kamat. Ka shtu 2 vetura, 2 bika, 1800 euro bek, qërona. Këto pamje janë realizuar pak minuta pasi Recep Tahiri u vra me armë zjarri në lagjen Erbëria në Prishtinë. Sipas prokurorisë, ditën kritike, ai ishte takuar me vëllezërit Tahir dhe Mustaf Mustafën për sqaruar një konflikt pronësor që dyshohet se lidhej me fajde. Pas një fjalosje në një hotel, Avni Mustafa, sipas saktë akuzës, kishte nxjerrë një revolver dhe ja kishte drejtuar Tahirit. Administrohen si pro materiale. Ky i fundit kishte nxjerrë një thikë dhe kishte goditur fillimisht Mustafën, e më pas disa herë edhe Avniun. Teksa përleshja vazhdoi jashtë hotelit, Avni Mustafa dyshohet se shtiu një herë me revolver nga një distancë më e vogël se 1 metër, duke e goditur Recep Tahirin dhe duke i shkaktuar plagë vdekje prurse. Në seancën e fundit gjyqësore dëshmoi Mustaf Mustafa, i cili akuzohet për pjesëmarrje në rrahje dhe mbajtje të paautorizuar të armëve. Ramadanin e njoh bos migjës vet, Muj Tahiri. Kemi edhe marrëdhënie familjare, kushërit e mi janë me qasi me ta. Ramadanin e kom njoft në vitin, mos gabosha, në vitin 2016. Raportet fillimisht kanë qenë rrethisht, jo mira kemi qenë. Po kom pas me migjën e tina. Me mujën. Unë kom punu banesa, ja kom banesa që kemi me kompenzimesh. Djali ja bishin do vetura dhe kompenzim me veturat. Recepin e njoh bos me qasisë që kemi, raporte me to s'kom pas kur njerë. A mundeni me na tregu cila ka qenë arsyeja e takimit me datën 18 mars, arsyeja për cilën jemi këtu? Fillimisht unë po du pak me i ma gjënësisht që ose pan. Në vitin 2016 e më konë të punu një shkollë në Bodojev. Në atë kohë, Ministria ka pas pak financiarisht ka pas një krizë. Edhe tu bisedu me shoqëri, me shok. Ka qenë prezent edhe Ramadani, djali Recepit. Unë gjithmonë kam pas punë me Ramadanin, jo me Recepin. Ka thonë që muna me të gjetë 5.000 euro nga Daja Gran, e ka cikë me me nga Daja Gran për shkepi marrë të Daja Gran. Nuk është për men, as fajdi, as kamata, as kur gjatë. A kone e përtaktume kur qohen parët prej ministrisë, me ja këthyje asaj se ka marrë. S'kemi bo marrëveshje për kur me ja këthy. Ta unë kur të më vynë në një, personalisht kur të më vynë në një, për mas me ditë babi, me qënë të restoran Arena. Mas një kohë, ma ka fru edhe një kerë, BMW. Po, ma ka fru edhe një kerë, po jo me pëlqimin tem, po këtë se pëta dhe që të kerë, por ka qenë fjalla për një banesën në Fushkosovë. Mos ka bosh akun Audi, nuk do isha me marrë kerë, me marrë sende të tjera. Gërajisht kemi biseduar për një banesë në Fushkosovë. Edhe me ra dakord që shuma për 5.000 euro dhe kerë edhe këtu me këshyra e mbëllën qaja banesës. Mustaf, ti përku që fillimisht i ke marrë 5.000 euro dhe në marrë rash që kur t'i qetë Ministria Pare, ti m'ja këthy. Po. Tash kaldëna qysh hini në loj banesa. Unë kër i kom marrë parët për ministrisë, një pjesë, i kom thonë Ramadanit po t'i bje, edhe kur kom shku të shpia, gjoja se kom shku unë me marrë një qoran me ple. Të shpia Ramadanit. Të shpia Ramadanit. Edhe më ka thonë që mos me ja parët se nuk e din babi e ke mësteqa. Nështë të për të kështë fjallën mësteqa. Nuk e di mësteqa për shka menon mësteqa që janë për qëran, jo për më këthy parët. Ka thonë Ramadani, vetëm 1.000 euro, mi qënë të restoran Arena. Me ndërëzën në kafe, ata din kush që e mëne, dhe veç ka të për Ramadani edhe u kry. Kur ka ndodhë që kja? Ka ndodhë, qatë vetë më të këtë, 2016 veç mas një atë 2 muaj. Ato e kuptova që nuk është situata mirë. Edhe prej asaj kohë, ku pas shantazhe prej Ramadanit, ku pas kërcënim, shantazhe, edhe një kohë, derisa u detyrova më takue edhe
me qarrue edhe me mbyll si obligim. Të na thu se s'keni pas asnjë marrëveshje për të kthyer të borxhit ose për ndonjë barz. A ka ekzistuar ndonjë marrëveshje mes teje edhe Ramadan Tahirit? Po. Cila ka qenë përmbajtja e saj? Mund është pak më lirshëm se Përmbajtja ka qenë për me mbyll me banesë, me një banesë. Fillimisht kemi bërë fjalë për një banesë fushësore. Çmimi ka qenë, qysh ja kam thonë edhe migjes mujës. Qëllën vetë. 2018 më ka bërë. E kemi lënë takimin në Podijevë, në fshatin Glavnik. Në takim, prezent ka qenë një bashkëpunëtor është Akef Islami, që ka qenë me mu prezent. Jemi taku për më barazu çka kemi marrë edhe me bo një marrëveshje për një banesë. Kemi arrit, jo me vullnetin tim, për të ato kërcënime, shantazhe, edhe kur i ka pru dokumentat për me dhënë një banesë, atëherë e kom pa që prej 5.000-ve, përbojta ka qenë prej 5.000 euro që ma ka prezentu dokumentin. Finë se i kom marrë prej Dajza Grën. Nuk e ti vështë e ka shku Dajza Grën, se kom e dina se një. Edhe e ka shku shumën, për çdo muj ka 900 euro, finë se i kom marrë prej Dajza Grën. Kamat, mujore. atë ka informuar paraprakisht për këtë farë kamate? Jo, derisa ditë kur jemi shku më barazu me to. Që kishë bëni shumë totale 25.000 euro vetëm kamat. Në çfarë periudhe po more? Mos ka vosha për 18 muaj tash 900 euro të vjen ka 900 euro muj 25.000. Dokumente ma tregoj Ramadani për kamat edhe për vetura. Te veturat e kishtu edhe 2 vetura, një bek, ato që s'ko marrë asnjë. Plus 2 vetura që i përvanë marrë, plus 2 vetura. Po, i ka shtu 2 vetura, 2 bika, 1.800 euro bek, qërana ka shtu, për shembull, një qërana e ka marrë kretë, mi ka shtu 4-5, por me arritat shumën e banesë qërana. Qërana qarë vere, janë shtu për qërana. Ka 100 euro nga po shumë. Mustafa, më duhet që na tregosh këtë dokumenti për cilin po flas. Po, që këtë dokumenti është që referoha, për shumë, bismillah, 5.000 euro kamat, që ku është Daja Grën, unë se di ku është Daja Grën, këtë se ku marrë të këtë Daja Grën, tash Daja Grën për lyp. Edhe shumë ata në kam rritë 30.000 euro me që 5.000, do 25.000. Edhe kjo pjesa e qëronave dhe bikave, është kjo? Po, për që kjo është. Qëto i ka shkrue për me arrit shumën deri, këtë shumën 51.500 euro. Sa ka qenë dera banesës? Dera banesë ka qenë, një banesë ka qenë 34, dhe më në 68.000 euro ka qenë 2 banesa. Kër e prezentoj kamatën e to, fillimisht nuk e pranova. Nuk e pranova që të kamatë. Se ke absurde edhe se më koni djenë. Para sa e datet në nëmën që kemi bë marrëveshjen, qa shumë këm pas, tregova këm pas kërcënime, edhe me akeqa që s'kom dashme të tregue familjarve që kam kërcënim për tyne. Se ka dit as vllau, as djali, as se ka dit kur kush. Nuk e pranove, se të thej që aty të ju punë i të thonë një edhe... Po, edhe që të datën në nëmëjt të edhe, e pash që nuk për e vlen me koqit për shumë për kamat. A e vishë nga, a e ke pranu dokumentin fizikisht me thonë për marrë të shpija? Veç e kom fotografu. A e ke fotografu qatë takim, ma në takim të? Ja, qatë takim e kom fotografu, po, mas me që datë, u detyroha që... Ndërsa me datën e cekur në atë dokument, janë detyruar. Mas e kisha 2 banesa përfundume, mendoha ma mirë, më të marrë të keqja, të me keqja që ndodhi, pranova me adhonë 2 banesa, në vletë 68.000 euro. Ose me adhonë të 2 banesa, ose marrë të me keqja. Me shumën e Ramadanit që kish me kamatën me to, arritit 51.500. Qysh me ta mishke diferenca? Diferenca met, banesa një konë në përfundim, për një muj ditë me abo banesat. Edhe ati ti këmë thonë, Ramadan, kryqit shumë, mas të pëjmesh për mërë banisat, kryqit shumë edhe të mshelën këtë rast, mos
Po diskutojmë për këtë rast. Unë Edhe i ka marrë qetat çfarë ditë, i ka marrë qetat që kom bërë marrëveshjen. Për cilën ditë? Ja 2019 kur e bën marrëveshjen e mori qetat e banesës. Dyja. Po të tjerë. Banesa ka pasur 2 javë 3 më përfundu kështu komplet. Qetat e ka thënë mjeshtër, kur i thon çfarë që qetat mjeshtër të kryin. Kur e përfundu banesa, e kam thënë në telefon, i thon që janë gati banesat. Ka thonë që jam në Francë, jam të punon në Francë, edhe tek në Zvicër, nuk do kemi taku. Takimin do më për 2019, të shpej momente se po tu që në 2019 nga ke vonë qeca. Po. A i ke thonë që ja mjeshtër Ta përfundojnë edhe kur ta Prej që ati momente, a i taku me Ramadanën? Jo, në moment që ka bu marrëveshjen, i ka ikë takimit për mos me vëllon që të shumën. Ne jo, ose 10 ditë para se më ndodh rasti, e kemi lënë takimin te kafja që thirret rreth Ismetit. Unë të mendoj që po jap shumën mbetur. Qatë diferenti. 68 që në 15 mijë. Qatë moment, tha, a bën mi po, tha, marrëveshjen ata që këm në telefon. Sa shumë, edhe ja ku dërguar kështu edhe ma ka kap telefonin. Mi ka fshi, kështu 3 dokumenta mi ka fshi, ka qenë prezent edhe një për vete, unë kam qenë vetëm. Po kryqë edhe ja kam kap telefonin, që shkutan të mi kap telefonin privat. Unë e kam vazhdue, mas 5 minuta më ka thirë baba e tina, i djeri. Do më mësu prej... Prej aty kemi mësue, e ka thirë babën e vetë, në prezident e me ka thirë babën e vetë. Mas e fshirë. Po mas e fshirë, thirë babën e vetë që dëshmi s'ka për këtë banesë. Edhe ti u qove shkollë, Unë e qova e vazhdova, edhe mas 5 minuta më thirë baba e tina. Edhe janë ishë në telefon me bërtit, me shoh, a bën më taku si njerëz, mos me shoh në telefon, mos me bërtit në telefon, se unë s'kam bërshë. E pranova këtë që a këni dashtë, edhe arsyeja pse po më kërcënon, kur e kom pranuar që shkëni dashtë jo, edhe pse po më kërcënon. Dëshmia e tij do të vazhdoj edhe në seancën e ardhshme gjyqësore, ndërkaq Leotrim Mustafa akuzohet për manipulim me prova, pasi sipas akut akuzës fsheu çantën ku ndodhi revolja, që dyshohet se u përdor për vrasje.